Nis procedura për shëmbjen e kompleksit jon në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë ose siç njihet ndryshe Pallati i Bashës, një ditë pasi ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri bëri kallëzim penal në prokurorinë e Rrethit të qytetit bregdetar. Po ashtu pas vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimet dhe letrës së Bashkisë së Vlorës, Inspektoriati Ndërkombëtar Urbanistik Kombëtar ka nisur mëngjesin e sotëm aksionin pranë Pallatit të Bashës. Inspektor të INUK dhe ekskavator kanë rrethuar pallatin ku kanë nisur të shemben disa pjesë të jashtme të pallatit, si mure rrethuese, shatërvane, lulishten apo dhe ashensorin e brendshëm. Burimet për anjëroport nga INUK bëjnë të ditur se banorëve është lënë afat 5 ditor të lirojnë apartamentet e tyre, me qëllim që të bëhen gati të gjitha procedurat për shëmbjen e kompleksit 8-katësh. Pas nisjes së procedurave nga Tirana, për herë të parë kreu i opozitës Lulzim Basha, i pyetur nga anjëroport për këtë çështje, ka reaguar për kompleksin jon, duke thënë se është një çështje juridike. Basha, keni koment për nisjen e prishjeve në kompleksin jon? Çështje për cilat pronarët dhe banorët kanë ndihmën juridike, me siguri ata kanë diçka për të thënë në këtë rast. Pronarët e lokaleve dhe restoranteve kanë nisur të reagojnë pajisjet nga ambientet që ndodhen në brenda kompleksit 8-katësh, siç duket edhe nga këto pamje, ndërsa banorët nuk kanë qenë prezent gjatë këtij aksioni.